Një tjetër fitore ka marrë luftëtari në përballjen me Burelin zhvilluar ditën e diel në stadiumin Gjirokastra, duke u zhvendosur kështu në vendin e 9 të tabelës së klasifikimit me 28 pikë. 3 pikë bluzinte siguruan nga 2 golat shënuar nga Klauzani. Në minutën e 37, kur topi i tij prekur jetën e kundërshtarit, gol që i dha luftëtarit qetësinë për të zhvilluar një pjesë të dytë mjaft të mirë. Në këtë pjesë, epërsia e gjirokastritëve ishte e dukshme, ku rastet për thellimin e rezultatit nuk munguan, por ishte minuta e 87 kur Zani u tregua i saktë nga goditja e dënimit për të vullosur fitoren 2-0. 2 eurogolat e tij i dhanë 3 pikët shumë të vyenera skuadrës gjirokastrite, 2 javë para përfundimit të kampionatit. Në radhë të parë dua të falenderoj çunat për shpirtin e garës që treguan dhe unë atyre para ndeshjes u kisha thënë që ju dhe ndeshjet të tjera keni luajtur futboll të bukur, por pavarësisht rezultateve që ju nuk keni marrë, ju keni kualitete brenda dhe i kisha përgatitur gjatë gjithë javës nga ana morale që ne duhet ta fitonim se s'duam të ndeshim. Dhe ata i zbatuan me përpjekje të gjitha detyrat që unë kisha caktuar. Po të ishte punuar pak më mirë që në fillim të kampionatit, këtu duhet të kishte të paktën të kishte 2-3 çuna Gjirokastrit që kanë ikur nga ekipi i Gjirokastrës. Jo punojnë gjë, po atyre u dhimbset më shumë fanella e Gjirokastrës. Dhe ata kanë e ndjejnë dhe kanë më shumë përgjegjësi, jo se këta të tjerët nuk ashtu, po këta të tjerët mbaron kampionati, marrin çantën dhe ecën, sa Gjirokastrit janë këtu, në Gjirokastër. Normalisht në matematikat tona na duhet edhe i pikë, që të ishim të sigurt për më u shmang play-outit. Sepse me 4 pikë në 3 ndeshje besoj që kishim çdo gjë në dorën tonë. Megjithatë, një Gjirokastër e cila ishte e etur për pikë dhe për rezultat, sepse normalisht është në rrezikallaya, normalisht bani maksimumin edhe e arritim fitoren me plot merit, kështu që edhe ne duhet ta pranojmë këtë humbje, edhe të fokusohemi tek 2 ndeshje të tjera, ku në bazë të asaj që mora vesh të nda rezultate të tjera, mendoj që ndoshta vetëm me 3 pikësh e arrim atë objektivin minimal që kena pas për këtë sezon. Java e 32 e vendos luftëtarin përballë Kastriotit.